Vino, mirë mbrëma? Mirë dita. Gjithë këtë javë, çfarë ndodh në jetër në këtë shtator? Në shtator? Pa. Është bukur shtatori. Det I qetë, I pastër, njerëz që I kanë vënë Terezi gjërat, shijojnë jetën. Vërtet është, kanë vënë Terezi gjërat. Nice, mirë se erdhat një herë në emisionin tonë Një kafe me Gjergjin. Jo pse. Dgjoj të. Është shumë legendë. Ende dhe Egi s'ka nevojë ti që në bëj prezantim, ende dhe Egi nuk ka nevojë. Më prezanto pak këtu. Vin Dule, Frank që në 1998 është administratori I hoteletrit, tani më një njohës perfekt I sportit, kohëve të fundit. Faleminderit. Endi Tufa, gazetar sportiv prej 99. 99, a? Si që 99 ka filluar? Që gazeta, po. Te gazeta, sporti. Gazeta babit. Si ishte të punoj me babin? Më keq babai. Më keq se ç'duket. Më keq se ç'duket, a? Sepse gjithmonë ky mendohet që I biri I drejtorit apo I kryetarit është ai problem, po kush mungonte s'ka gjë se abonenti thonë. Abonenti. Si tani si bëhet? Ju të dy dhe Egi Duro, ju të dy keni qenë gazetarët më të rinj që kanë nisur punën në një taksi sportive me stadion. Ti ke qenë 17? Unë kam qenë vit 2 gjimnaz. Vit 2 gjimnaz, ti Egi? Sapo kisha mbaruar vitin e 2 gjimnaz. Sapo kisha mbaruar vitin e gjimnaz. Çfarë bënim ne sapo nisi viti 3 gjimnaz? Ishte viti? Pinim kafet e Majbeti. 98, kishim kafet e Majbeti, ishte viti 98, diqja Zemajdarin kur. Po. Atë ditë ka qenë. Tani pse kemi ftuar çunat, çfarë do flasim? Do flasim për Gjergj. udhëtimet, për sportin. Ledio. Ua, harruam. Të ka ik pak mikrofoni poshtë bluzës. Kam thënë gjithmonë këtë bluzën e ke shumë problem, po nuk më dëgjon. Gjithsesi, tani e ke okay. Po, mirë, jemi kështu, jemi live. Jemi live, jemi okay, jemi shumë mirë. Jemi live. Ledio, mirë, vino ti. Përpara se të vazhdojmë me storit dhe diskutojmë, si ka ecë biznesi? Mirë. Nuk do të çami asnjëherë, do të më qenë gjithmonë pozitiv Gjergj. Çpak dobët kjo periudhë apo jo? Është nez motori. Gushti Tufa ka 8 muaj që kërkon të blej një apartament, kështu që mund Me këtë 5% që çau po. 15 me rivlerësimin. Për të qenë serioz, mendohet që në muajin janar mos të ketë një amnisti fiskale dhe taksa e shitjes pronës, diferenca nga çmimi I shitjes blerës bëhet nga 15 në 5%. Dhe kanë ngecë pothuajse disa transaksione për këtë gjë, se njerëzit mendojnë që nuk ka për të përfituar gjë të madhe. Jo, pse? 10%? Pa I 10% që do ndahet midis shitjes dhe blerës, kështu që asnjë nuk të fal gjë. Apo jo Ledio? Me ndeshje çau po. Se ka shpesim. Teknikalitete. Kafe me Gjergjin jemi. Teknikalitete për të krijuar ngërçe gjithmonë. Okej, mirë. Sot do flasim për udhëtimet rreth botës Gjergji. Nuk flas më unë. Vazhdo, vetëm. Tema e sotshme rreth botës për 80 ditë. Jules Verne. Nga ç'lindi ky? Shiko, unë kam pas lexuar Jules Vernein I vogël, e kuptoj rreth botës për 80 ditë është libër shumë I bukur, që udhtonin, shkonin dhe Egi dhe Endi, edhe unë po më pak, kemi qenë dëshmitar të udhëtimeve shumë që kemi bërë me ekipin kombëtar, duke qenë se kemi gazetar prej shumë vitesh. Unë atëherë shkoja të gazetës, ka qenë një periudhë nga viti 2004 deri nga viti 2012 që shkoja. Më pas çunat vazhduan me shkollë dhe Egi dhe të dy kanë qenë në Europianin e Francës. Kjo është bluza e Canës. Ledio, e mban më ndeshjen e fundit që kemi bërë në Europian Ledio? Ka qenë me Rumaninë apo jo? Ka qenë me Rumaninë që fituam 1-0. Po, kemi fituar 1-0 me Rumaninë, dhe Cana ka luajtur minutat e fundit me kombëtaren me këtë fanellë. Kjo është fanella zezë dhe ka dhënë Endit me autograf apo jo? Po, na dha Loriku pas përfundimit, kujtojmë që ka qenë Europiani përveç se I pari me shumë probleme që arritëm deri atje, ka qenë Europiani ku Loriku zbuloi edhe problemin që kishte dhe për arsye pse do ta linte Europianin. Humbi ndeshjen e shumë pritur me Francën në Marseille. Por që gjithsesi kontriboi në pak minuta deri para kartonit kuq ndeshjen e parë me Zvicrën edhe më pas në ndeshjen me Rumaninë ku kemi fitoren e të parë dhe të vetme deri më tani në finalet e një Europiani. Atëherë, vin mund të përfshihemi dhe ne të dy në këtë pyetësor. Kujtimi I parë jashtë Shqipërisë. E din, hera parë që ka dalë jashtë Shqipërisë. Kujtimi I parë jashtë Shqipërisë. Ka qenë në Greqi në 97. Ka qenë pas u shku jashtë? Po. 97? Po ç'ne 97? Po, ca kushurin kishin shkuar emigrantët atëherë, vajtë një vizitë. Jo pa Akropoli. Na dhanë viza grekës, Velis çokollata. Egi, udhëtimi I parë jashtë Shqipërisë vetëm pastaj me kombëtaren. Si profesori e kam edhe, kam 2 vite më vonë. Amar mos të bëj profesor. Kjo profesor për ata që se dinë. Çai vorrejit atë? 10 sigurisht. Okej. Me merit pa mik. Po jo, një ditë përpara se vitit rrotën tha mos ikni me emrin e shkujt atë. Apo mirë në rregull. Me merit. Domethënë 99 në Greqi, po me kombëtaren për të parë?
Me kombëtaren jashtë apo Jashtë. jashtë? Amsterdam. Ke se vitë bukur në Amsterdam? Po në Amsterdam, është 2006. Në Amsterdam. Amsterdam, po. E vinoj imagjino shkosh në Amsterdam për shembull, kombëtar. E pa parë Punova dhe gjithë verën atë verë për tuajtur disa para për bërë. Ndeshja u bën në tetor. Tetor ka qenë po. Unë kam qenë, ndërkohë që bëj ndeshja në Amsterdam, unë kam qenë në Janin, por inovonin biletat greke me ata shtëpisë, edhe ndeshja nuk e kam pa, ka qenë ndeshje shumë e bukur, 2-1. Do të jetë grek. Gjys për gjys. Endi udhëtimi i parë jashtë. Parë jashtë ka qenë në 93-shin, po në këtë Greqi. Në 93 kam qenë unë për parë Greqi. Dhe me kombëtaren mbaj mend ndeshjen Maltë. Ka Maltë, qenë Arian trajner. Arian 0-0, kemi qenë bashkë 0-0, Maltë, po. shumë fundi bukur. 2009 kemi qenë Maltë. Besoj po. 2009. Besoj po. 0-0. 0 shkurt 2009. Brazil 0-0. Dakari ka qenë stadioni. Kemi ne një javë. Shburim një javë. Do të thënë ishte ai një vend i çuditshëm, domethënë ky trotuari këtu ishte qytet tjetër, ai trotuari përballë ishte qytet tjetër. Brenda një qyteti Valeta me qyteta, San Giulio. Po dhe atë vit keni mbaj mend që në atë vit ishte edhe Ferguson me Manchester United sepse ishte prezidenti i fan klubit Manchester United, po. Erdhi stadion. Fan klubi prezidenti i fan klubit Manchester United që ishte në Valeta. Mbaj mend që ishte një kështu tentu dhe shkonim në hoteli i Manchesterit, por që s'bëj fjalë. Tjetër kemi qenë pas ndeshjes, ndeshja doli 0-0 në Maltë. Malta ishte shumë e bukur, në vendet më të bukura, lokale, bare, ishin ardhur miqtë. Do të kishin ardhur më shumë njerëz se zakonisht e vendi veçantë pra, tani Itali kishin shku. Pas ndeshjes Armando ta presidenti u mërzitë shumë 0-0, shumë u mërzitë Malta. 0-0. Madje zot presidenti Nuri kishte vënë një premie kështu ekstra. Në momentin që fliste presidenti, del Nuri dhe thot keni edhe 20.000 euro premie thon nga unë. Dhe i ftuar deri ishte. Jo, e tha tamam. Ftuar deri ishte para Pano. me të kam me kishte ai si proper pizza. Jo, ai ti e para ta lek këtu. Jo, ai do të thotë se dha Po s'puna vje. Miq na shkrimin aty themi lutin për ne. Pas ndeshjes edhe i ftuar deri ka qenë Panayot Pano. Panayot Pano ishte lojtari më i madh i Shqipërisë, president deri i federatës. Edhe merret Armando për respekt. Ja ti lejë Panos. Ndërkohë që diskutonin ndeshjen tani komplet presidenti s'është mirë me hongër mos, po flet ai vetëm me dëgju pra, kjo është po çfarë të hallë ndeshjes. Panayot i thau pjat parë, pjat tretë. Pa i Armando më ti. Panayot ta çam mendimi ke, kështu është futbolli presidenti, ai rrihet. Edvin, vendet Doja t'i pyesja si ta nisim nga Aja, si nisi rrugtimi juaj me kombëtare? Jemi Do thënë se në 99-ën thatë gazetar sportiv, po pastaj si u atashuat pra. po kryesisht tani duke qenë se futbolli më i ndjekur është patjetër futbolli, sepse unë Top Channel për shembull merrem me të gjitha sportet, nuk është se merrem vetëm me futbollin, por duke qenë se është futbolli me vëmendje më të madhe, sigurisht kampionat, ka qenë nga kampionati kombëtarja ishte shumë herë më, do të shifeshin shumë ndeshje më rrallë se sa sot. Sot kombëtari mblidhet edhe më shpesh, nuk është se ka aktivitete janë shtuar, lojtarët janë shumë më të ndryshëm, ndërkohë që atëherë ishte eveniment shumë i madh në mbledhja kombëtarës. Dhe tani dalë kam qenë bashkë me një kolegu tim Salir Niku në redaksinë e sportit. U vendos që do shkoja unë. Thjesht një përzgjedhje rastishme, jo se çështje meritash apo gjëra të tilla përballë. Ka qenë privilegj atëherë, derisa ishte një eveniment kaq i veçantë. Shumë privilegj ishte, domethënë që ndiqej ekipin kombëtar sepse thash kombëtarja ishte gjë shumë e madhe. Sot për fat keq ndoshta këto lojtarët një epokë pa viza, lojtarët e sotëm edhe ndoshta një nga arsyet që ndryshon sot ndoshta sjellja e lojtarëve apo paraqitja e lojtarëve është edhe fakti që nuk e ka më kombëtari atë glamorin që ka pasur dikur. Pra nëse do të ishte një lojtar i kombëtarës, por jashtë fillim viteve 90 ku kombëtarja ishte një reklam, një vitrinë që ta shiteshin jashtë, dikur në ato vite që kam filluar unë ta ndjej kombëtarën nga afër, ishin gjitha lojtarët më të mirë që luanin jashtë dhe ktheheshin me shumë dëshirë për të qenë pjesë e ekipit. Pra ishte shumë gjë e bukur dhe ne ato lojtarët duke përfshirë të gjithë këta sot duke përfshirë Iglitarin apo Raklin apo lojtarë të cilët si më thënë kishin bërë shumë mirë jashtë, vinin aty dhe ne ishin si idhuj, se ishim të vegjël për vete dhe futbolli sigurisht që kemi ndjekur në fillim në përshkallët e stadiumit, duke qenë thjesht tifoz dhe më pas ishinim ata që do na duhet i merrnim një intervistë, do na duhet i merrnim ti analizonim apo ti bënim ndonjë pyetje. Është paradoks fakt se arritjet më të mëdha ka tani, që ka humbur glamurin. Jo, nuk është se i ka humbur glamurin, po problemi është që neve jemi rritur dhe ata që janë më të vegjël sot prapë shohin kombëtarin ashtu siç e kemi pas parë ne. Po ne na duket. Mendon vërtet? Po.
Unë mendoj që ky brez i ri tani është Jo, ky shef asgjë me kaq shumë maturim. Neve kemi pas gjëra më të veçanta, më kështu më s'kishim tjetër edhe ashtu besoj thonë që dikur ka qenë shumë ndryshe. Nuk e mendoj që është njësoj. Unë mendoj që sot është më e thjesht për ti kontaktuar dhe për ti jo dhe Është më virtualisht. thjesht ti kontaktosh, por është më e vështirë që të hysh në marrëdhënie me ata. Marrëdhënie qoftë edhe joje, sepse përgjithsisht kombëtarja ka një lloj, nuk po themi që nuk duhet kritikuar. Po kombëtarja ka bëhet pak me hatër në farë mënyrë, për të mos prishur atë entuziazmin, atmosferën që duhet atë çotë kur janë dhe ndeshje të rëndësishme. Kështu që është vështirë, ka qenë shumë e ndryshme marrëdhënia. Lojtarët një pjesë atyre e filluan nga Shqipëria, shkuan jashtë, do kthenin prapë pra kishin një lloj marrëdhënie. Dhe sot dalin edhe problemet e më të mëdha të kombëtarëve janë që nuk e duan më futbollistët kombëtarën në kuptimin që kanë aq shumë ndeshje me klubet e tyre dhe shohin edhe klubet nuk i lejojnë sepse i paguajnë ato dhe dëmtime. Ja dhe këto lloj problemesh, kurse dhe lojtarët tanë nuk e kanë ndoshta këtë problemi si mund ta ketë Mbappé, Messi, lojtarë të këtij niveli. Por gjithsesi kanë filluar dalë nga dalë duke qenë se luajnë për klubet të mëdha, duke qenë se luajnë apo shohin apo janë updateuar janë me këtë softin e ri. Kanë filluar e shohin dhe ata ndoshta dhe diku sikur i bëjnë nder kombëtarës në këtë moment. 15 vjeçar për ku e diun për Christian Aslanin, për Brojen, për Gjimshitin, për yjet e kombëtarës që ka Shqipëria sot, patjetër që do egzaltohet apo do ndi një kënaqësi shumë të madhe, qoftë për t'i takuar, për të marrë një autograf, për të bërë një foto. Dhe mendoj se është kjo që ne jemi rritur shumë dhe 15 vjeçarë, 20 vjeçarë, 10 vjeçarë dhe brezit sotëm mendoj që ne jemi rritur ai shumë vini sa. Ka dhe diçka tjetër që sot për shembull afër lojtarëve ti je në kontakt gjatë gjithë ditës, nëpërmjet rrjeteve sociale, sepse e ndjek në Instagram, e ndjek në TikTok, e ndjek në Snapchat. Ke mundësi që të shohësh gjithë kanalet e lajmeve, intervista, konferenca. Për shembull, atëherë nuk është se kishim mundësi të shikonim gjithë lojtarët e kombëtarëve në klubet ku ata luanin, 2-3 kryesorë që luanin në Itali apo në Gjermani mund të shikosh. Edhe luanin ata në fakt. Jo. Unë jap drejt Endit dhe Vinit për një gjë. Pasioni asokoj ka qenë më i madh, Vino, për futbollin, për kombëtaren, për flamurin. Sot është interesi më i madh. Sot është interesi më i madh. Pasioni ka qenë më i madh. Shqipëria ishte një skuadër gjithmonë e talentuar, gjithmonë shumë e talentuar, por nuk fitonte dot, nuk e bënte dot hapin e skuadrës së sakrificës. I shikoja për shembull në një ndeshje kundër Gjermanisë, kundër Anglisë, që kemi parë që Malstafa, kundër Spanjës, kundër Francës, që në vitet 90, bënin gjithçka, linin shpirtin fushën e lojës. Domethënë ishte një skuadër që edhe kur humbiste duar trokitej. Lutësia është vendi më i çuditshëm, vend komunist, dhe kur futeshe brenda në aeroport ishte si në Ran, tipshin një cop letër ata që do shnoje emrin, mbiemrin, datën e hyrjes, datën e daljes. Dhe bova këtu mbi letra do ta arrestonin. Se po ta arrestonin sepse i bën që ke falsifikuar, ka qenë dhe filmin nëse ma merr në Iran me një që shkoi nga Amerika regjizor në këtë, dhe në Iran në shurë copa letrës edhe në Bielorusi. Aty kanë pa vendin më të madh me femra. Kishin problem me gra, më fal. Po s'është vendi që të ka çuti? Jo, ka se kishin vdekur gjatë luftës, ata që luftën e dytë botërore, bielorusët kanë qenë shumë luftëtarë. Kishin vdekur burrat, kishin vdekur burrat miliona dhe akoma nuk po 50 vjet vetëm gra. Po nuk po gjenin dot atë gjuhë. Kishin në Bielorusi ti? Jo. Si bënte dorë aty ti vrisi gratë. Herën e dytë kur kemi shkuar ka qenë Bor, edhe ul aty dhe erdhi dhe Italia 21 vjeçarëve me ne, ishte Balotelli, edhe Bezis Balotelli. Gjergji ka ardhur më i rritur nga Bielorusia. Me disa para në fakt. Dhe Balotelli u bezis shumë aty ideja që duhet presonte letrat gjërat dhe në një moment bëri kështu një shenjë proteste si Shaku doli fare, i erdhi nga dy me pistoleta ktheu, u ktheu. Se donte të evitonte këtë kontrollin e letrave pra. Jo kam vizë thoshte, bam bum anek ne. Erdhën ato me kështu pastaj me automatike dhe rinte dhe Balotelli aty me ata. Gjithmonë kam pas zili për udhëtimet e tua. Gjithandaj ke vajt. Çunat kanë mundi provosh se ti profesor. Tani po, ka humb glamurin ta. Ka qenë ndryshe atëherë. Ne s'kishim mundësi atëherë, ne dolim vizë, ne duhet Ishte koha kur edhe mund flihet dhomën e një futbollisti, se s'kishte vetë nuk e di. Ne se kemi kapur të kohë. Kam shku. Ne se kemi kapur atë kohë. Po, është e vërtetë dhe ne kur idhe shorti, ato 6 vjeçarë që punojnë në gazetat, interesi më i madh për edhe në shortit ishte cili kush janë vendet që tash do vizitojnë. Islanda, për shembull, Island ka qenë. Po, kam qenë 2 herë. 2010-2022. Din po ti 2000. Unë kam qenë 2 herë, po kam qenë herën e dytë tani isha me vllaznin. 2013 në Island. Çfarë Ke qenë 2013 me Debiaz. Që mbetet aty për shkak vulkanit. Jo vulkanit. Ka qenë edhe një herë kombëtare vulkanit. Unë ku kam qenë unë, Beleris kishte pagu lekët.
Jo. Ne jetëm shtator në avion. Po flas për vulkanin që paralizoi gjithë botën perëndimore, para nuk e mbaj më sa vitesh, por ka qenë kombëtar në Island. Ka qenë unë 21-shi. Jo kombëtar i madh, kam qenë në 2013. Edhe në Argentinë ka qenë apo? Po, Buenos Aires, atje te Monumentali, te stadiumi i madh. Po them se ke bërë atë foton me Klod Durrës me Mesit. Ja, të vrapin, bro. Vrapi rritëm mrapa, kur rritëm në Argentinë atëherë, se gjuna fëzotin gjithë lojtarët tanë, do ishin mrapa derës Argentinës, se do ishin gjithë kishin thënë Mesit në fushën e lojës se na jep bluzën. Edhe ai thotë gjithë po. Po, dhe doni me 10. Pas ka qenë lindas Mesi. Doni me 10 bluza dhe ata gjithë nga ai bluzë. Ka qenë i bukur, po Islanda për të kthy. Islanda ishte vend shumë i bukur, po ishte shumë i shtrenjtë. Edhe shumë kurioz, po. Unë kam qenë në 2021 kur ishte në kohën e pandemisë. 22-shin, po kemi qenë atje. Që koçidum që ishte edhe një periudhë kështu protesta, kështu që ishte kom robi, domethënë rrugëve. Po ishte vend shumë interesant, vend kurioz. Në Instagram më doli Edimburgu, nuk aty ke qenë Edimburg. Skoci, unë jo. Ke qenë Edimburg, Skoci ku ishin? Në Edimburg, po në Skoci, po. Tu, menim, si është një vend pakulla, i vetmi kryeqyteti i Europës pakulla, Edimburgu. Si ishte atje? Edhe më kështjella. Vetë Kështjella ishte super vend. Nuk e di, nga vendet më të bukura që kam parë Edimburg, nga qytetet më të veçanta. Okej, koha ishte e tmerrshme, se ishte shtator dhe ishte gjithkohës shi, po. Pse aty bësh të ndeshja në Glasgow? Sa larg është Glasgow? Bëhesh në Glasgow, avionin e kishim nga Edimburg, e kishim pas dite dhe një ditë mbas ndeshjes, morëm makinën edhe shkuam në Edimburg, që e vizituam. Edhe mbas dite kishim avionin në Edimburg. Kam qenë një herë në Faroe, nuk e di pse vajta atëherë, në 2006 më çoi Fatmiri nga gazeta në fakt me tambushatin. Isha zënë me tambushatin një shpresave për të rregulluar dhënat, ftoi Tanis, Tani ishte gjymerçu, njëri, domethënë që i njifte këto marrë. Ramet pasë tani ka vdek, kanë qenë trajner i mirë, ka marrë një 13 pikë atëherë. Pa atëherë do pa gazetari i rritur të shkrimë jo me lek për ndeshje, për lojtar, për gjëra kështu edhe për të rregulluar dhënat tash. Gënjenu atëherë. Neve, jo më neve na gënjenu dhe gënjenu. Ato të kur gënjenu. Edhe Tani atëherë më thot mua që hajde në Faroe, do shkojnë në Faroe, këta me një tip charteri. Edhe isha në avion me këta Sukaj, Kilmalika, Hyka, gjithë ta. Faroe vend shumë i bukur, në fakt. Edhe avioni ndeti 4 orë në ajër se nuk ulte dot nga rryma. Shifshi lojtarë sa frikishin, nuk bot çapo no, fituan 5-0 për Ritigore Sukaj. Vend i bukur ishte Faroe. Lop kishte, po vetëm shumë i lezetshëm. Ato kanë vetëm bujqësi. Lop për kafsh. Ti e vin vendi më po për kafsh. Jo me njerëzve. Sa ishte metri katror atje? Më Ledio, tani Ledio fiksa ishte metri katror. Po Ledio. Pas kishte filluar akoma të merresh me atë biznes atë. Kishte interes. Po dhe më pak tokë sa gati. Pra so kohë interesohesh vetëm për llojin e Jagermeisterit edhe për gjyrë e flokëve të femrave. S'kishin interesa tjetër. Po besoj që Faroe nuk do të jetë lirë Ledio, se është në ndikim nga Danimarkës. Danimarkës po është s'ka territor. Se pjesë më e madhe është Shkëmbinj. Është Shkëmbinj. Vetëm në avion që ulen, vetëm në avion që ulen janë që ato nga Suedia dhe Danimarka. I bie që oferta është e ulët domethënë. Po, oferta është e ulët, që do të jetë shtrejtë, e kuptova. Logjika ku do e më shku. Në Hamburg kur vajtëm për shortin, sa na thaj taksi që 30 mijë metër katror sa na thaj. Në qendër të Hamburgit. Hamburg ja, ishim 30 mijë. 30 mijë metër katror. Në rrugët kryesore. Pas si jetohen në Gjermani. Në Düsseldorf 1600 ishte gjithsesi. Shumë në Köln është bukur. Na kanë ftuar pastaj. Në astirin e Düsseldorfit. Si? Në astirin e Düsseldorfit. Astirin e Düsseldorfi o Ledio është super qytet. Shumë e bukur. I mini Hamburg. Mini Hamburg ishte po. Kë do veçonit si vendin më të bukur që nga Egi e morën vesh Edimburg. Edhe unë e humba kot se kam vizituar Edimburgun. Fakt Egi nuk e di do bashkohet tek ideja, por kur kemi shkuar për të parë në Perrot Guirec kur ishte kombëtare në Francë në 2016, ishte një qytet që na u duk shumë i çuditshëm. Po ishte shumë i bukur sepse ajo është zona Britanjës, që i thon Francë. Përballë kishin Britaninë e Madhe sigurisht. Po ishte tamam si qytet kukullash, domethënë çdo gjë për jashtë kur i thon gjelbrimi që ishte një nga vendet me gjelbrim më të madh në botë, gjëra të tilla. Po ishte më vërtet vend shumë interesant. Fillim na ngjati shumë i trisht, ose ishte më qetë se ç'duhet për ritmin tonë të zhurmës. Po dalë duke larguar na kë Perrot Guirec, ku qendronte kombëtare jon, baza jon në Francë. Se aty ku shkoi kishte dhe check-in dilte fin de terre, që funi tokës. Nuk përfundonte Europa, dhe vazhdoi pastaj sipër. Mbaroi kontinenti. Po, mbaroi kontinenti, përpara ishte Britania e Madhe. Dhe ne ditën e 4 e kuptuam që kishim një 6 ishuj përballë, se ishim mjegull gjithkohës këtu. Po ti Gjergj, ti do veçosh. Me thënë drejtën, vendi që më ka pëlqyer, Vjena më ka pëlqyer shumë,
si qytet. Okej, çik demode, po më pëlqente Vjena shumë. Po them atë që s'pëlqej. Ljubljanën e kancelloj në mënyrë kështu kategorike, domethënë. Ljubljana nuk ka pëlqyer. Zagrebin e kancelloj, nuk. Këto vendet e ish Jugosllavisë nuk më kanë pëlqyer. As Shkupi nuk kam qenë Beograd, pa nuk më kanë pëlqyer fare. Bosnjë, Beograd. Sarajevo kam qenë, Sarajeva vend që i tërishve, i stadiumi i shpifur atje në Zenit, të mërshëm. Edhe Zagreb, si ka panon ka atë Maksimir stadiumi. Kush nga këto vende që keni qenë ka stadiumin më mbreslënës? Po në ato kohë që kam qenë unë, Budapesti nuk e ka pas stadiumin e ri. Budapesti ka pas për mua stadiumin më mitik. Stadiumi vjetër, mbante 100.000 veta, 80.000 ishin atë vite kur luajtëm me ne në 2008, Ari Han ka qenë. Këto janë, na kanë mund 2-0. Ata ishin nuk pushonin. Okej, bulgarezët kanë qenë shumë në futboll, kanë qenë 54, kanë dalë kampion bote, kanë pas breza të ardh. Stadiumi më i veçantë që unë kam pa, një ndime ka qenë në Braga, Portugalisë. Ai me shkëmbim. Kur e shihim stadiumin nga televizori, ne mendonim se ishte vetëm me 2 tribuna. Edhe ishte me shkëmbim, edhe mendonim se kishin lek me bë këto tribuna dancore. Ishte gjithë arkitektura, ti shkoje majt malit, edhe zbritshëm me ascensor poshtë dhe ishte i gjithë mes shkëmbimeve. Edhe kur gjuheshte topi, te shkëmbi dhe ktheheshte prap brapa. Domethënë s'kishte si më pas 2 shkëmbinj dhe 2 tribuna. Kemi dalë 0-0 aty ne, ka dalë në 10 veta po. Kemi luajtur në 10 veta. Stadiumet e Francës ishin shumë të bukura të europianit, sepse një pjesë ishin të rikonstruktuara, një pjesë ishin të rinj. Ishin modern, pra, po flasim për stadiume modern. Domethënë ne duke qenë se kishim detyrën për të shkuar në flash zone, që ato intervistat që bën me njësa për përfundon ndeshjen, që minut 75, domethënë 15 minuta ajo kërkonte që të ishte gati. Aq lart ishte me ascensor, zbrit me ascensor dhe satarie poshtë. Që ishin të rinj. Pastaj këto pjesët e stadiumeve klasike janë vjetër. Jo, stadiumi i ri para. Po velodromi për shembull mbahet në stadiumet më që ka akustikë më të madhe. Përveç faktit që ky stadiumi jonë është i ri, a është i krahasueshëm me këto më të bukur që keni parë? Është i krahasueshëm. Është. Vetëm se s'ka kapacitetin ndoshta për aty. Po për arkitekturë është më të bukur. Tek niveli tek numri i spektatorëve, sepse këtu ka një numër relativisht vogël për të madh për ne, po të vogël për Europën. Për ne, po në krahasim me stadiumet europiane është një numër i vogël. Do ato e kanë mesatar nga 60.000 vende. 70.000 vende, domethënë. Po me këto rajonit për shembull ishte diçka domethënë. Po s'ka Kroacia s'ka. 80.000. Hash Netflix atë mos e kisha pa. Pushtimin e Wembleyt për finalen e kampionatit evropian. Tifoz nuk e di domethënë, përpara ndeshjes aty ishte të pabesueshme, po flas para ndeshjes 4 orë përpara, jo 1 orë përpara, domethënë. Ishte diçka jashtëzakonshme Wembley. Edhe pjesa mbrapa, pastaj pas ndeshjes, atmosfera që krijohej. Gjithë ajo zona aty domethënë ishte vetëm njerëz, atmosferë, alkool, fest. Në Anglia do dihet domethënë është Pash të por që nga pati këtë pushtimin e kam parë, por që nga akustika, nga atmosfera që krijohej në stadium Hampden Park i Glasgow ishte shumë i veçantë. Shumë në atë ndeshje që kemi qenë ne, kapaciteti të 70.000, 75.000 është i gjithë stadiumit, është një stadium në një formë ovale, po nuk ishte i mbushur plot, ishte diku ke 60-70%, por kur bëheshe në kapacitet full, krijohej një atmosferë. Ishte stadiumi me akustikën më të mirë në Europë. Gjithmonë ka qenë Hampden Parku. Ka pas kapacitet deri 130.000. Po dhe stadiumi i Marseilles ishte, domethënë velodromi kishte mbaj mend nga ato ekranat gjigant në momentin që filluan ato pak shqiptarë që ishin sepse luani me Francën aty. Jo mirë, si pak 10.000. Po tjetër që ato pak krahasuar me francezët. Në momentin që o shëtiu stadiumi me këngët e atyre, zorë dhe ato decibeli që nuk e mbaj mend shifrën, por që ishte një shifër që njerëzit që kuptonin do të çash edhe pa mundur. Sepse mbahet shumë për akustika i stadiumit atë. Puna e shikimit është që syri shef atë që do. Dhe ti kur je në një vend edhe je shqiptar, ke tendencën të shohësh gjithmonë vetëm ngjyrën e kuqe nëpër rrugë. Kjo është psikologjike. Unë me thënë drejtën, stadiumi i parë modern që kam parë, edhe sa kisha filluar 2-3 vjet gazetar, kam bërë në 2005 në Karyaskaqi në Greqi, në Pireus. Stadiumi ishte bërë për lojrat olimpike 2004, shumë i bukur, shumë modern, 33.000 vëndsh, stadiumi Olympiakos. Ishte Shqipëria me Greqinë 2005. Aty ja kam thënë, aty kam pa racizëm që kam pa dita aty, mund ta ketë Beogradi mund të jetë. Jo mund ta ketë. Fillojmë nga Beogradi, e zbresim poshtë. Po ata 33.000 veta nuk pushonin, ishin ato dhe thajgjinet albanes, ka pas një këngë. Ishte mbas humbjes tu. Mbas humbjes tu. Tu humbëm shtator, aty u bën ndeshja në mars. Ti atje shkoi si grek apo si shqiptar? Jo, si gazetar, nuk si gazetar. Okej. Kishin edhe i gazetar. Jo, me çikse dokumenta greke tash. Filo grek. Ku është
Udhëtimet më të vështira dhe më të lodhshme. Udhëtimet Unë kam një pik, po vazhdoni ju. Udhëtimet e lodhshme kanë qenë patjetër Kemi me kombëtarët. patjetër tot europiane që kemi qenë me Egin atje, sepse i thoja morëm një makinë me 0 kilometra me qera për 20 ditë dhe dorëzuam me 15.000, 16.000, 12.000 kilometra. Do të thënë për 20 ditë kemi po 12.000 kilometra me atë makinë. Por do të thënë filloja unë pak në lidhjet që në me emisionin e mëngjesit dhe wake up-in dhe mbyllja me procesin e manushit gjithë natës. Dhe pastaj kjo, do të thënë, pastaj do gjeje pak kohë për të shlodhur dhe do filloje ose do flije pak dhe do zgjohesh prapë herë. Dhe ka qenë rekordi i gjumit ishte vetëm 2 orë në një natë që do të thoshim nga 1200 kilometra. Ty kanë marrë Flisë patentë. për europianin e Francës. Europianin e Francës. Edhe pinim në i gotë, edhe... Që të mërshme dhe vesh informacion, sepse ka qenë i vetëmi izolim perfekt thuaj se i kombëtarës ka qenë ai. Ty të marrë Do thënë patentë. po që ditën e 2-3. Ditën e ndeshjes parë me... Duke u kthy nga Lensi. Po ecë me shpejtësi. Po si erdhe me makina ato? Tabela ishte 70, ne ishim me 143. 140. Okej, edhe Dy fish domethënë. policia direkte. Gjandarmerinë dhe trafik, se harroi. Unë isha me Indur, isha në timon, Indi ishte pasagjerit, që në 2 operatorët mbrapa. Makina e mbushur me çanta, kamera, drita, plot, domethënë nga mbrapa, ishte makinë për të bagazh. Se ne, më falë, ndeshja u bëm, ishte edhe ndeshja orarit pas ditës, mbaroi ndeshja, mbaroi intervista dhe ne do u thonim 900 kilometra të kthehemi prapë. Prita dhe Indin sa Sa distancë. Prita dhe Indin Ta sa kanë parë qenë, ta kanë pas një lodhje tepër, se na pas shafën me vete. Çka një gjë. Do të thonë vetë për 20 e ca ditë vetëm një femër që kishim zërin e navigatorit. Turn left, turn right. Sa right, pra. Edhe në ti Google Maps nga Tirana e shikoj gjithmonë që janë 720 km distanca nga stadiumi ke qyteti. Si kisha përgatitur para domethënë. Edhe kur futem aty në makinë, përdor navigatorin e makinës. Edhe nxjerr një 670. Rruga alternative. Ja Dhe ishte gjithë jashtë, sepse evitonte edhe taksat e rrugës, tonca. E diel Ndërkohë që ky kishte një kartë kreditë digjitale që mund të pagonte çfarë donte. Edhe evitonin taksat. Edhe cash me vete, sa duhet evitonin taksat. Proposa sa ne do të thonim shumë shpejt dhe atje çdo blitz, që ato blitza nuk e di sa kemi pagu, po ato blitzat ishin 8 euro copa. Dhe nuk e di sa blitza kemi kapur rrugës mbas policisë. 400 euro ishin vetëm gjoba pastaj kur erdhëm në Tiranë. Se ju vinë erdhën ai gjobat. Po, Ja, po mbaj kartë kreditit. Financët janë disa pagesa që kanë ardhur dhe karta kreditit, e më duhet të jenë kështu takse. Se si ja justifikoja. Me janë taksa edhe taksa dhe rrugës. Edhe ishte një rrugë fshati. Po do të thonë, ti imagjino do bësh 700 kilometra, 600 kilometra, duhet të arrish sa më shpejt atje që të shplodhesh, nesër mëngjes ishim gati për lidhje nga qendra e kombëtarës. Edhe ishim qepur policët në një kështu në një xhep, ishin gjandarmeria ishte policia më e keqe. Gjandarmerinë dhe trafik. Se harroj. 70 ishte tabela, ishte rezultati. Ato një dhe gjobën 143 euro që nuk merrte ai 145 dhe nuk merrte as 150, as 140. Se ku i gjetëm këto? Pastaj kur i tha të bjazin në aeroport bëhet çik buk, sa ka paguar për sa drejt. Ka dhënë të bjazin me hongër. Edhe Do mbarosh me historisë. edhe ndaluan, morën patentën, tha ti s'ke drejt më të japësh makinës në Francë. Dhe ma bëjnë deri mua. 6 muaj thanë, je i dënuar. Patentën do ta kthejmë në Shqipëri. Dhe nuk i dorëzoj as atë flatoren, nuk i dorëzoj kartën. Ty kisha atë patentë ndërkombëtare dhe kartonin. S'po e gjeja atë ndërkombëtare. S'po e gjeja në atë moment. Po çiftet ne duhet na kërkuaj 20 centa, 10 centa, do të 143 euro. Morën patentën. Edhe thanë tira do të japësh makinës. Ku i dha 2 orë, pastaj tha unë do fleta, unë s'japë makinës, po. Jam në vdek. Ne kemi arrit 5 mëngjesit atje. Në orën 9 duhet ishim live. Si një shoku jon që kemi pasur për sport, ne ishte me pasaportë amerikane. E pintën në darkë, kështu kur ndronte policia, i thoshin ato, i thoshin patentën, jep patentën amerikane. Shkota e merrte nesër me te prefekti, se ka një ligj që thuhet mund ta tërheqin patentën te po, te prefekti i Shqipërisë. Ku ma morën atëre patentën, që më kaloi policia. Te di vetëm problematikën, se nëse dinë se s'ta kanë marrë. Te ndarovan patentën atëre, pyet Alban Berishën. Alban Berisha është një miku jonë, përshëndetje, më i thashë Alban, si ti apo tani më patentën se 2 vjet patenta heqme. Ka një mënyrë më tha mua tha, për patentën që ta bëjmë tek ta morësh te prefekti tha mua tha. Se prefekti ka një falka paska se s'kishte produkt pra autoritet. Pra nuk e ulshe aty kuptova që ti po mos ta hidhin po ta hidhin gjykatë administrative ose i hiqej dënimi ose nuk hiqej dënimi, por nuk kishte amnisti. Pra kur e ke 2 vjet e ke 2 vjet, kur e ke 1 vit e ke 1 vit, nuk ka produkt për të ulur dënimin. E vajta prefekti dorë, ju s'ke pritim një gazetar. Çfarë? Ne thashëm patentën. A do të shihojmë tani?
Tash kam i kargreke me vjeçare. Ja, nuk bëhet me kargreke. Nuk ndihmoj as këtu Greqia. Frenti jepte patentën amerikane, e kupton? Edhe shkonte e merrte të nesërmen. Tani udhëtimi im më i sikletshëm ka qenë në Tallinn në Estoni. Në 2010-ën. Po që ta kanë shpërbly atje. Po, ti ma ka. Dëgjoni me letë lërë. Në 2010-ën lym ne me Estoni ndeshje. Unë kësa kisha thyt dorën palestër. Duke bë po ma palestër, mbi një shtang këtu mu. Ka fati mirë. O vlla, dora nga këtu deri këtu, dhjetor, nëntora dhjetor me kështu me alçi. E kam pas thyt edhe tjera me alçi. Vin ndajmë ndeshje historie Estoni Shqipëri Tallinn, 17 nëntor. Po tha Fatmini thotë gazetë shkoj se s'bën, ku shkruani tash me turtime, je mirë ti apo jo? Të shkoshëm tha, mund tha ta rregull, atëherë s'kishte celular si sot me video, duhet të shkruaje. Dhe unë kisha dhënë vetëm këto 2 gishtat para dhe shkruaja me gjallë. Se vazhdo. Edhe tani po si të gjeni një mundësi për të shkuar në Tallinn sepse kombëtarja do ikte nga Kopenhageni dhe nga Kopenhageni ishte shumë shtrenjtë. Shkonte një 1200 euro bileta. Leks kishim te gazeta, gjejmë një mënyrë ne këne, edhe më shakon thotë, i them shaku thotë, Jeri më tha nga Finlanda, më tha. Shkoj në Finland me avion, tha merr autobus, nga Finlanda ti jep më kështu. Nga Finlanda në Estoni tha, edhe ke direkt. Afër janë ato në hart, po ti shohësh. Afër janë në hart. Afër janë. Futëm unë Finlandë, Estoni, bas kishte pas aty vetëm trakete. Ore bas me përku pulova të harta që Finlanda e Estonia i ndatë deti, nuk i ndatë toka. Dërgo kisha prej biletë. Sepse kishte munguar në gjeografi. Jo, më unë ti për kutlita ime. Jo ky Shako. Shako ditë kur të merr telefon, burro boje, atëherë çoku kishte edhe çik influencë gazeta dhe bote kështu si njësh. Edhe deri në Finlandë kisha prej biletën 250 euro nga Malevi nga Budapesti. Mendoj, Tirana, Budapest, Helsinki. Nga i avioni që i funit mbyll derën. Se ngresh vetë. Çan me dorë sy me çan me lesë, gjishte 800 letra. Gjap gjup. Edhe e lashë, kur shkoj në Helsinki, do presi bilet avioni që shkoj nga Helsinki në Tallinn. Se nuk shkoja dot me traget një notës kur i avioni. 3 ditë rrugë. Komplet zgjidhje ekonomike domethënë. Me 300 euro krym punë. Kur shkova në Tallinn, kur shkova në Helsinki, shkova te një nga këto me prej bileta dhe ata thëshin nuk kanë marrë. Në 2010-ën te aeroporti i Helsinkit kishte hequr cash payment. Domethënë nuk kishte më biletë të madhe. Ne jemi ato malli kesh në kart. Si kazina. Çofi zari lekë domethënë. Cash is king. Edhe i them si t'ja bëj, duhet sa që të fusësh kartën tënde të kreditit, u s'kisha kartë debiti, jo kartë krediti. Kisha vetëm ku kisha 500 Ishte vetëm euro. kartë telefonit. Kisha 500 euro, 300.000 lekë dhe $200. Se i majsha gjitha se ti kisha. Shkonte leku. Gjithë valutat. Po sa do mund gënjej atë, thoshë. Po jo më po të ngjetshe, i thosh aktiv për shembull, na lekë me euro. Nuk ishim në Monopoli. Edhe si t'ja bëja unë tash që i thash, domethënë si t'ja bëja unë ta preja bilet në avionit vëllai. Ishte një kështu ajo makinet, kështu këto makina. Kapën sa vjerë, se këpër sikleta, çantën e maj kështu. Se duhet shumë e bukur fakt nga njerëzit nga Tirana ose kur çojnë televizor, thonë që kënaqë. Pa veturat. Ndërkohë duhet prisja biletën se për 2 orë vinte avioni dhe duhet prisja një biletë se avioni vinte nga Tampere. Moment Tampere United. Bashkën e qeni ju? Jo, po merrni vesh pa fal. Dhe i them një finlandezi, please, I give you money, you make me this. I'll give you money. You make this. E dole atë 105, 110, i mora i 5 çuna, aty kishte i 5, ai ma boni manzori. Futem në avion dhe erdhi avioni, binte në borë kështu. Dhe avioni udhëtimi zgjati 7 minuta. Ishte udhëtimi më i shkurtër jetës time. Nga Helsinki në Tallinn, udhëtimi zgjati vetëm 7 minuta. Çfarë thon? Sa ulëm, ne Me vini nga puna. me notë se kapi. Toni 3 po vini nga puna. Kishte kursin ca lekë. Toni 3 po vini nga puna dhe unë e prepa biletën vajte ardhi, ë. Domethënë e bëra llogarin, kështu që ishte premte që të vija, më thon, martën. Erdhën këta pastaj si ishte Glendi. Ti ke filluar e Glendi shkonte atëherë, se e merrte Shaku Glendin, e diti. Po. Erdhën ata nga Kopenhageni, ata si mbretër valla, me një tranzite, me gjona, më gjetën më të rënë, dorë thyme, 4 rrugë, duke bërë reportazh për gazetën. Tet avion. Nga kap kod europian gjë. Ë? Nga kod europian. Europian, kështu që. Vendi ku kombëtarja është shpritur më mirë. Lucern në Zvicër në 2012-ën. Lucern, ë? E kam prit shqiptarët. Shqiptar. Unë kam kap Po nga Zvicër, unë kam kap vend Zvicër si- kur e kishim derbi me Kosovën. Do ta pritën ata më mirë se ne. Po në Europian e ka pritur shumë mirë në fakt. Nga 2 europianët.
Jo, po flas në një ndeshje që kemi zhvilluar eliminatore me Debiazin në 2012 në një mundur 2-0 atje që kemi luajtur me një ca uniforma të bardha. Me blu. Bardh me blu. Bardh me blu. Via blu. Se u bë nami për ato se thamë, jo tham, po ishte Adidasi i Greqisë, uniforma e Greqisë. Amani fal drejtë e kishte tani ti uniforma 2 duhet të jetojë bardh me vjet. Ku që bardh vjet zezë? Duhet të jetë, po di si ishte vërteta. Ha, i solla gabim ato. Ne i falte. Ne i falte Adidas. Po edhe çka kishte na falte, nuk është se kishte mundësi zgjedhje. Ne me via bardh e blu. Do të thënë uniformat e kombëtares në ato vite, mbaj më që u bë ky debat, so bë debat shumë i madh kjo. Kushtonin gati 300.000 euro. Sepse ne i blenim në atë kohë, nuk është si sot që ne na japin lekë të japin se vajtëm në evropian, edhe ata fitojnë lekë nga shitja Macroni. Sot Macroni na jep. Ne atëherë jepshim se kush. Po, ne na jep ka pas shifra gati 5-6 milion, 10 milion euro, nuk është gjë. Ama nuk do të më dieta i mohabet s'do me dhon edhe i merr të falas. Gjë që jepet falas. Ata si tha, nuk është si Mos i falin. Ne ato kishin ngel atyre, ato na dhanë. Vendi që kam qenë unë dhe na kam prit më mirë ka qenë në Pietra në Am, në Rumani. Në Rumani. Po thua se kush janë kundërshtarët na ka prit më mirë. Po, atje ishte një qytet Buz Moldavis. Ata ne ndaluam në një aeroport kushtet gjitha. Po ishte vetëm një tek hotel, si turizmi, vetëm një tek hotel kishte gjithë qyteti. Transilvania, po, bravo. Do gjithë me shtëpinë e Ata Dragut. ishte ai kryetari i bashkisë doli vetë në aeroport, ishte një aeroport i vogël lokal që na pritën aty. Ja ishte shumë krenar që kishte bërë qytetin pas një semafor, pra ishte qyteti i parë në gjithë Rumaninë që ishte me shumë me rrotullime. Dhe ne bëshim mohabet rrisë. Rrotullohesh gjithë ditën. Rrotullohesh gjithë ditën. Po plak, po pas semafor ne e ke parasysh kur vjen përballë. Atë ishte lokale shumë bukur, kemi me tanko konën atë. Ishte shtrenjtë. Ja, por Rumani çfarë shtrenjtë ishte $2 një bira, më menu. A për të pithu? Për të pirë, po. pa aq donte këtu ato. Ishim ja 5 veta, ne morëm ja 10 bira. Kur na solli kamarierja, ishte një kamarier femër, a bishme? Na solli 10 bira tjera. Po këto Nga lokale. Jo re ta kokona. Do ishte 1-1 ka Bugël Muzaka, ata na pritën shumë mirë, dhe në stadiume gjitha. Ikëm Moldavi, kalum dhe Kufirin, ikëm Angrëm i Drega, aty shumë mirë ka shkuar. Ishte bukur e shteti. Ishte organizuar. Vin vendi që ti të kanë pritur më keq ty, kur them ty, do të thonë që e ndier më keq. S'do veçoja dot. Mos thësh se kam udhëtuar. Jo me kombëtar, edhe kështu në përgjithësi, Jo, të jo, pas e, peshmëri. di, Kështu është kur e lidh jetën me turizmin gjëri. Po, Ndërton gjithë hoteli këtu në Golem, siç është hotel Hetër edhe detyruar që të presë gjithë Europën. është Super hotelesh. është shumë mak kjo gjë që sapo ve. Është e vërtet. Unë gjatë gjithë verës nuk lëviz dot. Po vetëm dhe kanallash mos. Ndonjëherë më duket sikur ju bëj në padrejtësi familjes time. Tani është verë Maldive, s'ka problem. Po ja, më zë ky është 365, e ka hotelin 365. Po më sa ka pa tjetër. Por nuk e di, nuk do veçoja dot Gjergj asnjë vend që kam prit keq. Nuk e di. Ushqime tipike lokale që keni provuar, vin. Kinezët, kur kam qenë andej në Azi. Që në Indonezi. Jo në Indonezi. Indonezi, Singapur. Singapur, po. Këto me ushqime, këto ushqime më kujtohet. Armenia. Ne kena gjitha me ushqime. Jo, Armenia. Ku ishim me Yerevan. Yerevan, ishim atje. Yerevani. Dhe kemi qenë, ka qenë dhe Shako, që ishte si kishim si kryetar të grupit. Pa një restorant aty, futemi ke ky restorant, se ishin fotografit Putin, Obama, motrat Kardashian me që janë nga Yerevani. Do të thënë shumë vipa që kishin qenë aty. Të ky restoranti. Po së bashku me ne ishte edhe shoferi Armen, që i thrisim driver se s'dita si gjuhë. Dhe gjitha që porositëm një nga i vetëm. Se suata si gjë. Do thënë as buk me djatë suate. Se dhe djatë ishte shumë i shëllishëm. Dhe u qua me një pagesë prej 980 eurosh. A ishin gjithmonë aty, pa ishin se porositës Jo, po çështja ishin fotografitë atyre. Tash me vërtet kanë çekto fotografi si këto dhe sa dush, domethënë. Se në Tel Aviv se pa ushqime, kam qenë në Tel Aviv. Tel Aviv? Jo, unë kam qenë në Bersheva. Bersheva ishin. Kam qenë edhe në Bersheva, po edhe në Haifa edhe në Tel Aviv. Po ti mos ke qenë Palestinë, sot apo? Disa ishte, domethënë tek ai bufeja e mëngjesit, domethënë, nuk ishte. Kjo është e vogël, edhe 3 fishi, 4 fishi kësaj, vetëm me pjata. Nuk hahet dot asgjë, gjitha me erza, me pikante, me kështu shumë qes. Është ushqim arab. Shqyr gjeta një supermarket përballë, kishte kështu një qese briocha me çokoladë, mora një nga ato. Ti edhe çik nazelisa. Jo mos tem nazeli fare, po. Briocha ti më bën në Francë, besoj në orën 2 të natës.
Që u vodh gjithë koshin e Ishim hotelit. njerën në Almaty, Kur ishim Frandër, ishte aq, do të thënë se ti s'kishe kohë, do të thënë që tuaj se të haje. ende kam parasysh. Edhe mbaroi për shembull gjithë punën në ora 1 të natës kur mbaronte emisioni i Manushit apo emisioni i Elban Xhejanit, edhe aty te ulli hotelit kishte gjithmonë një kosh që jeni me briosha ata dhe me fruta. Ato ishin vetë mëngjesit. Ato ishin në mëngjesit e ke parasysh po i linin ata kështu për. Edhe atë hanin me. E disa fëmijë na ngjalin ato. Sa do Edhe merrin gjithë koshin. në Almaty, në Almaty o Minsk, një nga këto të dyja tani, se të dyja kena qenë, por nuk i një nga këto dyja kanë ndodhur historia, nuk e më mirë në Almaty më duket. Ishim aty në hotel, ne ishte full board pra, ishte full board hoteli. Se ne zakonisht ishim të hoteli kombëtare, domethënë edhe nga gazeta, kur ishim aty se ku do shkojsh derisa erdhin tatra njerëz të ujë që bënin ato skema. Ke qenë herët atë. Kam qenë herën tu, se erdhi De Biazi këta, pastaj bënin si njisha, mos rin gazetarët të hotelit kombëtar. Ndoshta i par drejtë kishin. Edhe ishte full board, ushqime shumë të mira. Jam thotë shaku mund të ikim, hajmë me gjotë të kaj, tash unë kera këtu për të hëngër. Dalim i xhiro, tha se vdiqja, tha, nuk hajë do të ushqime. Gjetëm me një kështu birrari me salcishe, e morëm më shumë mish mik salcishe, birra, gjona, kot gjysma të lan, dolëm zvarr. Kur dolëm që andej, nuk po merrshim dot fryme, ke parasysh taksi, shkum te hoteli na doli Armando para. Ku ishim unë? Hogëm i drekë tash unë. Vini po dallej, më tha, keni gjitha pagume këtu tha. Shkoni hani drekë tha, lini lekët atje tha. Jo, a jeni mirë nga tutë kokës sa apo i keni paguar një herë drekën këtu shkoni hani drekën atje? Ai thash apo tha, pra ne jena gazetarë në burrë tha. Ushqim atje, po ushqim. Edhe një me ushqim kam një tjetër. Unë kam pas lexuar e Markun i vogël. Shumë shef Remarkun. 3 shokë që ato obelisku ato. Dhe te Remarku kishte gulash. Ani gulash ta, gjerman. Gjë me patate. Hungaria e ka gjithë zonën. Hungaria pra, në Hungari. Në 2008 ne në Budapest, ne Hungari, Shqipëri. Kam dhënë një histori me ty me gulash. Kemi dhe bashkë një histori me gulash, në Austri kemi me gulash. Që ka simboli gulash, domethënë. Ose tas kebabit. Në 2008 dhe marrë me vete, dëgjoni ishin sulçe e këta, dëgjoni e go. I marrë me vete unë hajde tha unë shkojmë ham gulash tani, se gulashin e Markut i mod. Ulëm tavolinë 6 vete, erdhi ajo çfarë do merrni gulash ishte 15 euro. Shumë shtrenjtë, që atëre Budapestin apo te përshtypje. Gulash, fix gulash i thash, verë. Gulash ishte kështu. Supë. Zis ku bashkë na gulash. Kur kemi shku për botrorin e 2006-s. Gjermani. U nisëm bashkë me të. Bashkë me gulash me vete. Me premtimi që të shikon gjitha ndeshjet. Pam atë. I pam në rrugë. Difosë nigerisë. Ndaluam në një kështu nga këto autogrillet në Austri. Nuk e mbaj. Në Austri kam program. Kemi dalë në Graz, kemi dalë. Dhe hëngrëm një gulash të dy aty dhe kur dolëm pam gomë që na kishte qarë. Bugom na molos kaq. Vendi ku do ktheheshit për turizëm ose vendi ku do ti vino vendi ku do shkoje për turizëm, përsëri për shembull. Në Indonezi. Indonezia e bukur, a? Shumë e bukur. Pse më kjo Sicilia këto ka vend i bukur shumë. Jo, më qef do shkoj edhe në Sicili, po Indonezia. Calabria. Indonezia është shumë e veçantë, shumë ndryshe nga çfarë shikojmë ne këtu në përditshmëri. Do ishe rikthy. Do shkoja me shumë qef. Si turist. Ke qenë si gazetar do riktheshe si turist? Islam si turist, ë? Shumë vende veçantë. Ka shumë gjëra realisht për të parë, për të vizituar. Po më ka vetë blu ato. Shumë, do të janë gjëra që nuk i shën. Aurorat boreale. Po ti ando ku do riktheheshe si turist? Si turist tash varet çfarë turizmi këto vende. Këto vende që kemi shku për punë, pak i kemi shiju. Po vende ti sovjetik. Se tash është dhe luftë. Në Gjeorgjinë i Tbilis. Se di, s'kam në një nga to, sepse janë kryesisht vende si Italia, këto që kemi ne kemi pa, domethënë kemi shkuar në të gjitha versionet. Do kthehesha në Budapest. Kur vajtëm atëherë me lujë me kombëtare në Budapest, ne ishim në një Budapest Aeroport Hotel. Sa ishte bo aeroport, sa ishte bo hoteli atje. Dhe Armando për të kursyer, patjetër, dhe për të qenë larg distractionit të gjitha nga financiare do ta gjithë bërë këtë. Zgjedhje. Ka mendu, edhe ishtim shumë larg qytetit dhe në qytet shkojmë vetëm darkë. Gjatë gjithë ditës kishte nga 40 weekend ditë që ishin aty afër. Darkë edhe vetëm striptiz. Çfarë do bëjnë darkë? Shkojmë 12 natës, nga ora 4 striptiz. Kalamaj? Për skemat. Po kur ktheva në shtëpi, më thanë të shtëpisë. Si ishte Budapesti? Për zotin e thash. E ka pa vetëm. As lumin s'pash. Lumin e pash. Do të thonë që Budapesti nga trosh. Kjo një dhe nuk ka vend të shkosh pa lumin, as lumin s'pash. Kjo një dhe një herë kur ishim në Bielorusi, 2011 ishim me charter. Ishte një 4 orë diferencë.
3 orë diferencë. Shqipëria me Bielorusin. Gjithashtu Neshja, na mritën 2-0. Ishte Vangeli si pulqore. Çështja është gjithë kujtimet e mira të ndeshjeve, kujtimet kombëtare janë një ditë para ndeshjes. Disa Ndeshjes nuk i dihet domethënë. Se ti je rraf në ndeshje dhe Dhe më mirë mos Dhe marrim avionin sa mbaron ndeshja, avioni ishte priste në aeroport. Po të fitoni mund të bëhesh në dark në gjë kështu. Ore sa paron Birbili thotë Armando të gjithë në Tiranë, në shtëpi kontrolli 2-0. Ore për të mbritur shumë gjithë në shtëpi u gjendë. Si ishte autobusi, bla bla bla, pa autobus, aeroport, dorë. Me ndryshimi orme, 12 pa i qerek, i bizile sot shtëpisë. Kështu që. Po kërë thot mami, as Tiras ka ardhë njërë të ndorë. Kështu direkt në Tiranë kemi qenë në Jerevan kur u kualifiku për Europianin. Se ka qenë shumë ndeshje stresuese, edhe pse ju keni ardhur një ditë brava. Po një ditë brava, pra, po kur mbaroi ndeshja, i thot Armando i thot Denisit, ka qenë Denis Bastari dhe shefi team manager, dhe i thot flitje thuaj atij presidentit atyre se nuk kishin komunikim, nuk e di. Thuaj që do nisemi sot. Ishte ora 1:30 natës. I thaj në orën 12 e mbyll Turqia hapësirën tonë ajrore, tha çdo avion që ngre dhe udhim. Çfarë thotë, se dishmë edhe u kthym dhe sa harroj që ishim bashkë me ca tifoz shumë të Kosovës. Dhe kap një shishe në CIA që bënte një 1700 euro. Sa harroj atë dhe mori. Ndërkohë që kamarie përgatiste dorezat për ta hapur. Ai mori gjithë me një gotë plastike, kështu, mbaroi shisha. Dhe në atë kohë vjen kamarie me ngroftën, me atë me zjarrin, kështu. Ta ku shisha? Shisha urdhë bosh. Si ta të tjetër, so duke s'kishte lidhje domethënë me atë fare. Dhe unë detyruam domethënë e kaluam ashtu vujtëm gjithë atë natë derisa erdhi mëngjesi që na hapshin në hapësirën ajrore Turqit që të ktheheshin për Shqipëri. Takimet e pazakonta e stadiumeve, kë keni takuar një personazh të madh aty në stadiume në Tiranë. Ose një personazh fëmijë që e keni taku për herë të parë. Po njerëzit e futbollit gjithë, domethënë që kanë pa televizor deri apo që kanë thënë tifoz gjithë. Kështu striptiz nuk e taku në një kështu. Si ka pa televizor. Malta ishte vendi numër 1 për striptiz tourism. Vendi numër 1. Atë Dhe ta bëja ty këtë pyetje domosdoshmë. San Giulia. Po, unë kam provu të gjitha striptizet nga 2005 deri 2012. Tanë takimet do të pazakonta tua. Jo se ky është kontroll cilësie. Jo, mos e shkoj të cilësia, po çfarë do bënim ne aty shkolim darkë ti? Siç është AKU-ja ushqimit, ky është për AKS striptizës, autoriteti i kontrollit striptizës. AKS-ja. Cila është gafa më e madhe që keni bërë live? Ç'i gjë më shumë? Bavurim. Që si bërë gazetar sport. Gafa më e madhe që keni bërë live. Live? Koment kam qenë një herë. Edhe ishte sa but. 2007-2008. Po ndaj kampionat francez. Po klasi dhe duhet të mikrofon. Edhe ishte loja 2-0. Avionda 75-76. Bën 2-1 ekipi kundërshtar Toulouse duhet të ishte sa më. Edhe ke parasysh ne kemi një ekran që shohim ndeshjen dhe kemi edhe një kompjuter që ke informacionet, info, gjëra. Në atë moment domethënë asnjë 7 minuta që në 88 fenomen. Isha kthyer këtu dhe po shikoja diçka aty në internet domethënë. Në moment që kthehem tek Po s'është dhe palpuc. Prap topi në rrjet. Edhe tash problemi është kur goli jepet me replay, jepet me xhirot nga dalcuara. Aty ishte me xhiron e live-it domethënë. Po. Edhe thash gol 2-2 fillova të partitur. Po vrisa më thash po që ka identik si goli i parë, si ka mundësi këta i bënë goli ai soi. Edhe vazhdoja, një 20 sekonda. Por pas ishte replay, pasi e nejse, po nuk mëron me kaq. Si ka basta. Ishte ndeshje që pritesh nga Shqipëria njësh. S'kishte kurrë pas telefonit lart. U kam qenë me ka pas kam qenë se përveç po ai çfarë bën, e ka mundin aty. Përveç Formulës kam komentuar edhe një vit gara motora në 2005. Dhe ishin të garat e Kinës, Japonisë që vjen natën. Edhe dolim ne si ishte ishim çik të rrjetë, dolim tha po shkojmë një herë mirë për garat. Sfidën fare. Dhe ishin 125 250 MotoGP që kategoria më e madhe. Dhe filloi ja 5 minuta ke 125 jam zgju nga mesi MotoGP-s. Mi kam dy gara në gjumë që pa kuptoj fare. Filloi gjumë, ha? Gjumë fare, do të thënë filloi gara në orën 2 dhe kjo ishte në ora 5:30 filloi MotoGP, unë jam zgjuar diku në ora 5 ta. Po, ajo zhurmë. Unë kam komentuar shumë në ato vite në digital. Si ishte edhe më i vogël. Të mira që
komentoja që domethënë shkoja për shembull pije, 2 natës shkoja, ditë shkoja në koment apo? Nga folia. Nga folia nga Po kjo është po thora zgjasë që shumë. A që një ke majtaj, domethënë deri në 4, në 4 e kisha ndeshur. Zjarëm që në koment. Me këtë post në Google, e që njerë tash më para një apet në 2018, shtator 2018, Kuksi lute me një ekip në Elbasan. Luishin në Elbasan, se po rregullohet stadiumi Kuksit, edhe lutën në Elbasan. Edhe shohun listën aty, duhet shkoisha në Elbasan ditë shtuna, ditë dielën orën 4, si më thon. Kisha një lidhje përpara ndeshjes edhe një lidhje pas ndeshjes. Koment bënte Egi për shkak që lidhen fush. Dhe te lidhja para nuk e kapsha dot. Nuk e kapsha dot. U zyra nga ora 2 gjys, se kapsha dot. Shohaj mesazh tet si t'ia bëjmë anë ne, unë mbajsha gjithmonë një foto me gomë të çar në bed, kisha një benzë. Dhe atë foto ja çështja gjithmonë resme. Më sha goma nuk kam ç'a bëj. Edhe resmja thoshte shaku se isha goma 2 vjet foto. Po një dhe goma. Po një dhe goma. Të goli Egit. I thotë shaku po këtë gomën, jo, i thotë pse është kjo, nuk e ka të parën. Shkoj aty unë se kishte filluar ishte një çere kore, por ja tek pull, vinte koka, kishte me gjithë natën e maj minutë të çelë, vinte kokë pa parë. Ja veshëm me knishë kështu. Mbaron neshja, dhe ne kishim një grup WhatsApp ku caktonin më të mirën e ndeshjes. Unë po thoj këtyre hajt marrin Cuculin, Cuculi kishte botë gol, kishte shkaktuar dhe auto gol, kishte fituar penalti. Jo, sa këta do marrin Limaj. Ku i diau kush Limaj, Limaj zakshtar të Kuksit. Ndrishën se kisha pa me timin. Kam qenë lidhje, kam qenë në studio. Qenë në studio ti fix, bravo, ka ky legjin ka aty në video, e mban. Futën do marrë zhveshje, i thamu, Limaj, Onzaj, hajtë më mujtë, është i tari ndeshje. Se çfarë bune, mirë gjë. Gjap gjup. Po, atë. Kishte papa. Isha e gomës, çfarë po isha akoma një bravo, vinte koka shumë. Edhe duhet përqendrohesh atje dhe ndonjëherë ku ka abuzuar për shumë natë parë ti përqendrohesh, i flet shumë mirë, po ndonjëherë u mbet fillim. Edhe i thashëm kështu. Edhe më shkojnë te grupi, tha, si ka emrin ky mari, tha, se si diem, nuk e dia me tërmend, nuk kishte lidhje kështu. Vesel më thot Vilma, tyt. Vesel, edhe bëj lidhje, no? Fisnik, më thon tani. Fisnik Limaj. Edhe përshëndetje thot Vilma, sa fillon emisioni, kemi me gazetarin ton Stefan Elbasan, që gjithë në sheshin Fisnik Limaj. Dhe u them Fisnik në fush, Fisnik edhe jashtë fushë, është tu me ne, gjitha batutën pra, kuptoj? Unë kam emrin Vesel, tha. S'ka problemi dhe që ty më punë emrin për në letë. Po bëj kështu se emrin nga dru. Si ke emrin ti më thash, Vesel, tha. Vilma që të ba nej, unë kënej. Pinari thoshte, a do ikësh dorë nga pasaporta gjermane. Unë zbulova një detaj shumë të rëndësishëm që nuk e di. Po, ai lutet si gjerman. Zinte shqip. Lutet si gjerman, lutet gjermanisht. Gjermanisht. Dhe bëjmë mbledhjet honën, fillon Shaku vërtet, por mirë ti tha Shaku, nga ta diu që s'di me fol ai, fol me këta, u zgjodha Cuculin. Kjo e një dhe ka qenë një herë kur del Korça kampion. Ti ke qenë atë në kufi që mori visi atë që nuk fliste? Gjyshi nuk flet. Gjyshi jo me mec. Erdalla. Korça kampion, festë e madhe, ne bënim festën në Korçë dhe rishëm, jo por ja të kufë te regjia. Bum, 6 lidhje direkt. Tjetër kënej. Visë Regjën e këshim qunë për, si me thënë, për cepa stadiumi me fol. E shojmë ne, Visë kërkom të linjën të kamera 6. Kërkoj linjën, shkute dhe grupi, linja, kam i gjotë, papa, më ne qojmë, tha, qatë do kjo, tha, t'ja apim, tha, shakë. Tha Visë i thashun, qa ka? Kam qëtë bukur shumë, tha, kam gjithë, në 30-ën, Korça ka dhe për kampion, 33-shin. Dhe Korça rikthej se dite kampion, pas kam gjithë, tha, kampionin e parë, tha, atje, tha, është gjallë, tha, shkërobi këtu, tha, po shumë mirë, shëqyru, ma i nipi, kështu. Përshëndetje në televizi, kampioni pari. Do thënë ai më gjë nuk dëgjon as visin atë të bërtit. Po pra. Edhe i thot nipi, gjyshi është shumë mec. Gjyshi nuk flet. Nuk flet. Nuk flet ata. Gjyshi është shumë mec. Vizi. Jo vino. Po në Beograd, do shkojmë apo do shkojmë? Ishte më ende në aty pak kur ishe në Serbi, para 2 ditësh ku ishte? Para një 4 ditësh. Po jam duke bërë një dokumentar që bëjmë për këtë prag ndeshjen. Ndeshja për zyrtarisht bëhet në Leskovec. Që është gati 1 orë gjys nga kufi me Maqedoninë e Veriut, ose edhe nga Kosova. Gjitha rrugët çojnë në Leskovec. Po. Kombëtarja si do ta ketë itinerarin? Do niset nga Tirana me avion apo me Tiranë Nish dhe do të qëndrojnë në një vend që është sekret. Në Nish do ka do zbresi dhe do u thoj pastaj do zbresi poshtë. Sepse është më në jug akoma. Nish është afër Hungarisë. Po. Domethënë është akoma më në jug të Beograd,
Leskovci është një pra është afër kufirit me Kosovën edhe me Maqedoninë. Po sa e bukur do ishte për shembull zbritin Prishtinë ti nga Prishtina, apo do ishte provokim shumë i madh. Mbi tjetër afër Preshevës. Nuk lejohet kalosh nga Kosova. Nga Kosova për Serbi kalon vetëm me kartë identiteti, jo me pasaportë. Do të shkosh në Maqedoni dhe Se ne Ne këtë problem nga në dorë. Prishtina në Serbi nuk shkon dot për Jo. shembull. Çfarë thuare? Se nuk e njohin si shtet ato dhe nuk vendosin dot vul. vetëm serbët mund të hyjnë dhe të dalin nga Edhe shqiptarët, po vetëm me kartë identiteti. Jo me edhe shqiptarët kalojnë, po vetëm me kartë identiteti, jo pa pasaportë. Sepse kartën e identitetit ai merr një nga Kosova në Serbi. si? Në rrugë toksore, nuk Në rrugë toksore me kartë identiteti pra. Detyrim që ti duhet zbresësh në aeroportin luhet ndeshja. duhet ndeshja. Shteti Pra luhet. nëse ndeshja luhet në Serbi, ti duhet zbresësh në aeroportin zyrtar të Serbisë. Po që s'do të jetë 100 km, Po ne me 100 shumë km. autobus atëherë apo rasti rradh. Nga Tirana në Shkup, s'ka afër, s'ka lidhje, po. Por ai ishte një qytet si Prenjasi, Oh, qytet i vogël, me gati 70.000 banor. Po do ketë difos stadium si është? Akoma s'është vendos. Jo shqiptar. Edhe Serb. nuk ka dalë akoma komisioni. Akoma nuk ka dalë komisioni i disiplinës FIFA-s. Po, sepse në ndeshjen e fundit ata me Pa, me Anglinë. Çështja është që do të thënë këtë vendim nuk do ta marrë FIFA, pra me dëshirë nuk do që të jetë stadiumi bosh dhe për këtë arsye po mendohet që të ketë tifozë të orientuar. Pra që mendohet mund të jetë janë student ose fëmijë shkollës. Ja, ti shpërndaj biletat Vučićit. Thjesht Vučići është më problem akoma, po Jo, pse? federata. S'do probleme. Nice, okay. Vučići atë, si me sa më thanë, sot ruhet nga bandat, nuk ruhet më nga shteti, kështu që është në një situatë shumë më të vështirë Serbia se sa duket. Okay. Ndoshta po të ishte luetur në Beograd, do ishte shumë e rrezikshme nga ana e sigurisë. Pra ata Por, kanë por frikë ne- në trazirat e brendshme. Po, trazirat e brendshme. Po për ne do të ishte shumë më mirë ndoshta po të luante në Beograd. Edhe unë kështu them. Do të ishte e frikshme për arsye sigurie, por Presioni i madh që është. Presioni do ishte mbi ata më Do ishte mirë. mbi ata, nuk do ishte 60.000 veta, po ti kërkon aty e fitonin, ndes Ata në kanë 3 probleme veta me nga. njëri tjetrin politike, tash. Leskovci kishte vetëm 8.000 vend që Po ishte kjo turisti stadiumi. nuk ndikon negativisht te Tek ata më shumë. Kanë ata presionin. Presionin e kanë ata, ja për shumë, kur ne themi propri që na sjellin lekët, kush e ka presionin kemi ne apo? ne më duket. Dhe ai ishte një stadium i ri, i ndërtuar në 2023. Kështu që nga ana, si më thënë, sportive ishte shumë okay. Aty Serbia ka zhvilluar një 4 ndeshje, ka dy barazim, dy fitore. Mund në Zvicrën aty më duket 2-0. Po, edhe me Zvicrën me Moldavin kanë luajtur aty. Edhe në grupin ton me Faroen, me Andorën aty luajtëm. Edhe me Andorën që kanë fituar. Tani ne na duhet ato fitarisht. relativisht. Dhe Ani Brazili nga ka puna. ka përshtypjen që është ndeshje që Brazil po duhet mundesh Anglinë, pastaj duhet Mundesh Andorën, presësh. Duhet presësh. po do të thënë ke Anglia jemi me këtë ide që apo se do na e lejnë ata. Ishte funi. Do na lejnë. Gjithmonë vjen ndjek. Po jo, neve këtë llogari kemi bërë gjithmonë, po asnjëherë nuk kemi shkuar deri te ndeshja e fundit. Që ta Sipas mendoj. llogarisë son. Tani Shkum në Armeni Po dhe pra fiton. Spanjën në Europian për të kaluar grupin. Ishte më keq. Spanja na la. Ai la. Spanja luajti, bëri atë që bëri Portugalia me Gjorgjin. Se ti tani do me fitoneshën dhe mban brojën e Muçin Stolmës. Lyjmë asaj histori tash. Leje tani atë më. Okej. Mendoj që mund të ketë trazira, ndo këtë pyetje, Patjetër. se bra këtë pyetje, fikse ato gazetarët atë dyshit e serit që shohin drejt. Mendoj që mund të ketë trazira. Patjetër që po. Do të jetë kam përshtypjen që do të jetë prapë shumë e rrezikshme si ndeshje. Po sigurisht në këtë rast ne nuk do të jemi ne shënjestra, por ato janë me njëri tjetrin. Pra në ndeshjen me Anglinë, ata nuk është se kishin asnjë problem me tifozët anglez, po patën përleshje mes tifozëve që nuk donin Vučić, që për ofendim ato e thresin Vučić shqiptari. Sa i thash atij serbit dhe kemi shumë kohë që përdorim të fjalën o serb. Edhe ne themi Ramos vëlla me Vučićin. Dhe Jo, droni ka qenë mrekulli, nuk kthehet. ajo është Droni nuk kthehet. do të thënë dhe ajo është reagim instiktiv, nuk besoj që është një se droni si po, demo, gjithë ngjarja ishte instiktive domethënë. Në korat As ai që bëri droni nuk e dinte që do kishte këtë impakt, as ata që do gjithë atë gjë prapë mbrapa nuk e menduan që do reagonin ashtu. Ka nisi një shaka. Si një shaka domethënë është. Ai kur vinte ai aty kështu e ka parasysh me stadiumit të ulej ja. Domethënë nga si ngjarje patriotike, unë mendoj që është ngjarja më e madhe e Si do kohërave e moderne. klasifikonin këtë ndeshje? Si më e vështira, më Ajo- më e keqe apo më e kjo? bukur? Ajo Jo, ajo apo kjo? atëherë, ajo A atëherë. kemi rit mirë atëherë për zotin? Mirë, po them Ajo atje ka qenë ndeshje, Në sytë e domethënë gazetarëve, nga ana si. e domethënë nga ana profesionale ajo është Gjëja gjë më më e e madhe që mund të Gjëja kemë më bërë e ndonjëherë. madhe. Ndër më të mëdha, shumë emocionuese, sepse bëhet fjalë për një gjë me risk shumë të madh dhe kur është lajmi i keq është lajmi i mirë për ne.
Pra pritja më e vështirë, por Në ngjarja më e bukur. në ditën që ne kemi mbrit në Beograd me datë 13 tetor 2014-ës, foto ime dhe kolegu tim Idro Seferit që ishte në atë kohë në Beograd, korespondenti jonë atje, me 2 apo 3 nga ato forca specialit atyre që ishin, kur thonë ato gradi kanë 1,90, jo burrat. Do të thënë me kapuça, do të thënë ajo foto ishte në gjithë faqet e para të gazetave, se si na kishin pritur me atë lloj frike, do të thënë që të gjallte. Stadiumi ishte rrethuar dhe ai hoteli ishte rrethuar dhe nuk na lenin me dal fare. Dhe çdo 100 metra, do të thënë dola një moment sot ke holli, ke obori hoteli dhe përshifja rrugën ku do kaloni për stadiumi, ishte trafik i madh. Se kur do nisim për ndeshje si çeka, dhe befës kur dolim ne nuk kishte njerëz në rrugë, jo makina. Çdo 100 metra kishte policë në autostradë. Dhe një makinë që tentoi të futej nga rruga dytësore se pa në fakt, e kalon kanal ato. Blindat që na shoqëroshën ne. Po kështu si pa gjë të keq. Dhe vazhdo rrugën ato se çai ndodhi aty. Shumë e frikshme ka që, po 12.500 forca speciale. Sot Shqipëria ka përveç ushtrisë, do të thënë polica, forca sigurie, ka 9.500. Ato kishin 12.500 vetëm forca speciale që runin atë ndeshje. Ato ishin me kategori, kishin jo, deri diku, mos ishin ata shumica nuk do ishin fare. Por ishin vërtet frikshëm. Unë mendoj që pavarësisht se ata 97.000 views i përshëndesin për zotin madh na shohin YouTube. Dhe shkojmë 100. Dhe shkojmë 100, besoj me Egin dhe me Endin, dhe shkojmë 100. Ai çuni që na bën në YouTube-in, Justini. Kur do na bante këto pra YouTuber ato, të gaxhimixhut. Edhe i thashun që sa duhet kemi ne vjushmërit, morëm në lek. 3 milione sipër më thamun. Po tham do t'i bëjmë kollajnë ne me zikën e shkunotë. Çfarë bëjmë? Bam bum. Për qenë serios që nuk kena Pa u mush kutia këtu. Pa u mush kutia bosh. Ka dhe pa u mush kutia. Pa jo, e tjetra. Shqyqy që kena jetën, s'pagojmë qëra. Jemi mirë, mos kemi rënë. Pa qëra, nuk pagojmë. Edhe ledjo që bëj gjithë këtë gjën. Tani, unë mendoj që Federata Serbe e Futbollit dhe autoritetet serbe mund do të përndeshjen Serbi-Shqipëri, përndej kundër gjithë opinionit dhe një notë shumë pozitive. Sepse në atë për atëherë në Beograd. Unë Shargo dhe Torpusina, sekretari përgjithshëm na sollin në stadium, në aeroport, pas ndeshjes, me makinë vetë personale. Do të thënë ata u shokun për vetëm atë që ndodhi. Do të thënë kur ka dalë ai Ivanović që ka pas kapiteni. Jo, Ivanović i kapiteni mbrojtësi i Chelsea. Kur ka dalë ai që i dhan një komunikat që kishin dhënë ato për ta lexuar. Pavarësisht se ajo deri diku ishte në favor të atyre, jo provokimi gjëra të tilla, ai aty u dritë buza. Do të thënë sa ishte tremend se jetonte në Londër ato vite, po shumica e atyre lojtarëve jetonin jashtë. Unë besoj. Sot në kësaj dite kur erdhi Mitrović këtu në ndeshjen e parë, kur erdhi para një muaji ca sa ishte, foli fjalë shumë të mira, do të thënë pavarësisht gjithçka e ndodhi, sepse ajo pjesa tifozët serb nuk janë tifozë sporti, janë tifozë politik. Do thënë grobarit që janë tifozët ultras Partizan Beogradit janë tifozët më të këqij në botë. Jo në Europë dhe jo në Serbi. Janë përdorur dhe janë organizatë kriminale. Domethënë përdoren në çdo protestë. Ato kur janë arrestuar ato gati një muaj e pak mbas ngjarjes që ndodhi me ndeshjen me Shqipërinë, domethënë poshtë stadiumit në Bodrum kishin dhoma masakrash, torturash për njerëzit. Domethënë bëhet fjalë për grupe kriminale, për heqim pjesën e trafikut të drogës, armëve, gjëra si këto. Kur kanë parë ata Bogdanovin ata që dolën fush, pra që ishin amerikanët. Jo, Bogdanovi ishte pionier përpara atyre. Po pra, kur kanë parë ata që dolën fush, edhe ata mbajnë mend një gjest. Se na atë nga euforia ropte motor ku ti keni, jam dakord. Që ai ja bën lojtarëve shqiptarë që, domethënë, ata them se bëri. Se nuk do ndodhi gjë. Jo, nuk ishte ashtu. Shive si ishte ngjarje. Po pra, unë mendoj që ata nuk kanë organizuar, nuk kanë organizuar. Jo, ishte instiktive ajo që ndodhi. Ajo ishte e tham pra dhe ta dronit ajo që ndodhi Bogdanovit, sepse ikën për çelë kohë më bëri zbrazën në stadium. Një sekond pa ta shpjegoj pse. Ajo që thash 12.500 forca speciale ishin dalë në 3 kategori, me veshje të gri, me veshje me larë dhe me xeza. Dhe kur vin ato me xeza, Bogdanovi që në atë kohë kishte nxjerrë rrypin dhe pa lidhë kështu për të gjujtur lojtarëve tonë. Atë çuna kthehemi dhe ata që kishte 2000 polica bashkë derë, kështu se bashkë do të sapan ato me xeza. Atë çuna kthehemi se me sa duket. Okej, pastaj ishte policisë serbe pra. Po jo, mos ishin ata. Po patjetër që po. Po patjetër që po. Po ishte policia aty si tonte askush sot. Nga ai stadiumi ishte 38.000 vënçësh dhe kishte 45.000 veta brenda. Domethënë nuk kam qenë gjithë me shakun që komentonte dhe ne kur kemi ardhur këtu kemi mësuar që himni shqiptar ishte vënë në stadium. Domethënë aq shumë. 2 orë para. Po jo, domethënë shansi më ka qenë ajo kamera që xhirova unë që e futa fshehura në stadium që u xhiruan gjithë çarat e ofendimit ato i fshin gjitha, nuk i nxorën. Për do jeni në Leskovë? Urdhë? Leskovë? Po patjetër që po.
Do vishte profesor. Jo, do vini, po ka dasë më burç. Por ku e kalora? Martohet robi 1 ton dhe kush martohet tjerë më burç? Po nuk e njeh, nuk e njeh. Si thash ai ikim i thash Serbi, marrim dhe këto gjërat e vogla që kemi neve. Makinë nga Tirana. Merreshim dhe lekën dhe bëjmë një emision. Ata s'lejohet, prandaj. Po e bëjmë Prishtinë emisionin në përqep, se për ato gjënjerinë ku ne shkojmë në redaksion e bëjmë ku duam emisionin, apo jo? Patjetër. Dhe shkonin për qep, kishin pranë ndjeshëm që unë për shembull do doja shumë që të bëjmë emision në Zagreb. E bëjmë xhirimin dhe të jemi live. Në Zagreb janë gjithë tifozat me Ne ne. kemi marrë dorë. Zagreb janë gjithë tifozat me ne. Dhe në Zagreb, në stadiumin Maksimir Zagrebit, ka nis përçarja e gjithë ish Jugosllavisë. Ke dhe Bobani që filloi të gjithë, që është bërë president sot i Dinamo Zagrebit. Zagreb që vjen në Zvezda. Do vini dhe ju tikim në Zagreb për një emision në Zagreb. Për ndeshjen që luhen Serbi që ne do të Kam qenë një herë në Zagreb, aty dhe mua ushqimin më të keq si jetës time. Për mua Kroacia, Po pse çka ka aty vetëm Kolgjani, mishka ka ushqimin më të keq. Vajtëm në një më të keq, vajtëm në një Sarajevski, që ishte një vend me bosnjak, me Xharo, po Xharo ha. Çaka. Kjo e ka zakon që luhet nesha me tjetër, këtë e çon në një qytet tjetër. Më Zagrebi ishim me shpirt. Ti e po si ky Bogdanovi që të largojnë nga stadiumi. Zagreb valla ishim me Xharo, me Kolën. do ke Sarajevski, pra. Ti van shkon te top Vilidhje. Po vajta vetë shef. Tomisë në Bupëledha. Tomis shumë bëj shumë mirë që serve. Shpëtova. Po vlla, vajta unë Stromic, lunim Stromic me Maqedoninë, se Kufi me Bullgarinë. Kufi me Bullgarinë. Me Shkojun Greqin. nga Digital B. Dhe duhet të rria në një dhomë me Florian Rizën. Florian Riza ishte gërhim me bet tymi, nuk pushonte. Orën 5:30 nisi dola. Sa s'lodhe bër. O vlla, nuk pushonte gërhima. Dola nga hoteli, ishte një hotel i vogël, ai takoi këtë, po edhe Ke ura pas se kemi qenë di hotel gjithë ky kemi ishte të qenë. dhoma ngjit dhe u zgjuan gërhima Florit. A kuptoni? E bëmi xhiro. Dhe unë tani 5 mjesit ku ta kena gjet pas xhiron një strategji, Stromic. kena pas një strategji vino që kur do të thënë do mos bëj do ndonjëherë të dënojsha. E mos bëj asgjë ti për shembull, gjithë të kota ti rrumullim, edhe çako thoshte do të dënoj, po ti atë unë stimuloj vetë, çdo bëj ose do. Do ikësh te top vamus, se te top do bëhet nami tha, do dalin 10.000 veta në rrugë, do bëjnë Maqedoni Shqipëri. Por i thash, te top vllai me ata argimin, me çfarë bubën ata, to ngërdal 7 veta dollar. Asgjë. Tash çfarë roli ka FSHF TV sot për futbollin shqiptar? Ti je drejtori i FSHF TV sot. Është një projekt i ri, i sapo ka nisur, projekt besoj që është interesant. FSHF ka nisur këtë projekt duke parë që ka shumë aktivitete, ndeshje, futboll të rinj, kombëtare moshash, Sunday League, ka shumë aktivitete të cilat nuk ja përmbushnin dot televizionet e tjera, dhe kështu vendosi që të hap një kanal të saj televiziv. Është diçka e re, sapo ka nisur, ka gati 2 muaj, është akoma në fazë kolaudimi, testimi. Kemi studio, Po, kemi bërë dy studio. jeni tek Kanim apo jo? Në Po, për aplikacion. momentin jemi tek Kanim. Si është ardhmja projekti në Po, televizion? shkojmë, do të besoj që do të jemi edhe në Po, platformat e ta tjera. mendoj, mund t'ja ushesim të kohën tonë. Po këtë kohën tona, po ky zërnotrar është joni. Si t'ja ushesim, ta paguajnë ta mo? Si? Na paguajnë ta neve. Po, të neve paguaj. Po neve. Gatron nga pak profesori. Gatron nga profesori. Se ka di profesori shpërndan ta kesh për Është ne. diçka e re, e ke interesante, është një politikë cilën e kanë aplikuar edhe federata të tjera në Europë, në Itali, në Rumani, në Moldavi, S'do kundër apo ja? në Zvicër. Kur ka, qëllimi është ka. promovimi i futbollit, moshave, promovimi i futbollit kombëtar, i kombëtares së madhe dhe Jeni shumë të ndjeshëm. aktivitete- A është vërtet që federatë janë shumë të ndjeshëm ndaj mediave në përgjithësi? Shohim Jo, emisionet, vetëm. jona, apo vetëm presidenti. Ja, Endi si e shef Top Sportin Top Channel pas 20 viteve. Dhe pastaj Pas bëni 20 të viteve? përpjekjet me spec. Pas 20 viteve nuk e di çfarë lloj inteligjencë artificiale do të shpik. Do jetë një Endi AI. Mund ta zëvendësoj neve inteligjencën Ty po një. Po deri tash skaleta po i zëvendëson. Deri tani skaleta po i zëvendëson. Maksimumi të shkuar nuk na zëvendëson dot. Po të ardhmen, Dhe të ardhmen koha vini tash për ta mbyllur. Egi, pyetje me spet se bërë nga Gjergji. Sigurisht është më nga Gjergj. pyetja ime speci Gjergjit. Ka pasur gjithmonë polemika rreth Dukës, thot Gjergji. Ti je në një pozicion të afërt në të. A ndihesh si kujdes zëri i presidentit? Ja, sepse ai e ka zërin aq të fortë sa që je përgjigje vetë. Ja, ka pas Çaçani për shembull, ka qenë gjithmonë zëri president. Edhe kur nuk ka qenë aty. Mbase, Ë? mbase. Hamo, me çfarë? Çfarë thot vllai? Jepi për endin. Unë brandin. Endit, nëse Sa shkrim do të keq ka ky propozonin,
Nëse do të propozoni të bëheshe komentator i Big Brother. Komentator. Big Brother, komentator. Do pranoje? Ja. Po mirë, nëse do kemi një kampionat... Maksimumi do bëja Maj dire Grande Fratello. Shumë e bukur, okej, Maj dire Grande Fratello. Kemi, si ka imi këtë fituesi parë, këtë që fitoi në fillim? Ilir Shaqiri. Ilir Shaqiri. Donaldin, Luizin, Olton, Gjestin dhe... Egli. Egla. Ajo goca, që fitoi treshin. Po bërë ka që në të marrësh me Egla, po fusë këtë, si ka këtë. Më këtë bu që jep ment e përputhen. Lërti. Kush del Final Four? Në këto? Në këto. Luizi i pari. Luizi kundër kujt? Kundër... Gjithve. Kundër kujt, këta vëshlit. Kundër Eglës. Po qifti tjetër? Lërti. Kundër? Me... Hale djo. Agri Oltën e. Ja, me Oltën. E qore Luizin me Oltën finale. Besoj po. Tirona Partizani. Mirë, vino, falenderoj njëri tjetër si që kena. Se këto këtë pun kanë. Tani ka... Për mua ishte kënaqësi e veçantë, mos t'ju shifja vetëm nga ekrani, po edhe këtu në rooftop, ishte kënaqësi. Gjithashtu. Gjithë biseda. Se pa me që kanë mërkullush. Nuk e di si shush. Faleminderit. Shqinë të aprovosh të shqipë. Faleminderit. Cika ta kemi pa lek. E gjejmë atë më E do thakë. Në negociat. Faleminderit edhe ikit dhe endit. Faleminderit juve.